Ky plan u prezantua për herë të parë nga presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen në nëntor të vitit 2023. Qëllimi ishte të ndaheshin diku 6 miliard euro për shtetet e Ballkanit Perëndimor, me qëllim të dyfishimit të ekonomive të këtyre shteteve deri në vitin 2030. Në këtë shumë, Kosovës janë alokuar diku rreth 883 milion euro, një pjesë e tyre ofruar si grante, kurse pjesa tjetër në formë kredish. Kosova ka qenë ndër vendet e para që ka përgatitur agjendën e reformave. Në korrekt të vitit 2024 është dorëzuar në Komision Evropian dhe pastaj e njëjta është miratuar në tetor të parti viti nga Komisioni. Mirë po, pas kësaj date ka filluar stagnimi i planit të rritjes, duke qenë se dy marrëveshjet kryesore, marrëveshja e huaz dhe facilitetit, nuk kanë arritur të ratifikohen deri në shkurt të këtij viti, përkatësisht me 13 shkurt 2026, kjo si pasojë e mungesës së një kuvendi funksional në Kosovë. Në këtë pikë jemi në përmbyllje të semestrit të 4, nga 7 sa janë gjithsej, dhe ende nuk kemi një raport zyrtar mbi shkallën e zbatimit, por ajo që dihet është se kriza politike e vazhdueshme që nga shkurti 2025 ka dëmtuar rënd dhe ka penalizuar implementimin e reformave të përcaktuara me këtë plan. Një problem me theks të veçantë janë masat reformuese të qershorit 2025, të cilave ju përfundon grejs periudha në qershor të këtij viti, me 30 qershor është afati përfundimtar. Në mesin e tyre në total janë gjithsej 13 hapa reformues, dhe në mesin e tyre kemi 4 hapa reformues të cilët kërkojnë një kuvend funksional sepse janë procese legislative, kurse një pjesë tjetër e tyre kërkojnë një qeveri me kompetenca të plota për miratim nga ekzekutivi. Kemi 47 ditë paka shumë deri në përfundim të këtij afati dhe përmbushja e këtyre 13 masave tashmë duket diçka që nuk do të arrihet. Komisioni ka paralajmëruar humbjen e rreth 68.8 milion eurove në rast të moszbatimit të këtyre masave, por mbetet të shihet dhe të ndëgjojmë edhe nga diskutimi sot edhe me zotin në Zulfaj, por edhe me përfaqësues të zyrës së BE-s në Kosovë, se ku gjendemi përkatësisht, por ajo çfarë mund të themi është që ne si GLPS konsiderojmë se plani i rritjes nuk duhet të shihet vetëm nga prizmi financiar, por duhet të shihet edhe si një incentiv për të çuar përpara proceset reformuese të cilat parafrojnë Kosovën me standardet e Bashkimit Evropian dhe ka shi përfitimeve financiare. Plani i rritjes ka edhe për qëllim përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës në fund të ditës. Ky raport mbulon periudhën deri në 1 janar 2026. Pra, disa nga gjërat që po flas mund duken anakronike, por është për arsye se mbulon le të themi 6 mujorshin e dytë të vitit kaluar. Nëse shikojmë në përgjithësi planin e rritjes dhe zbatimin e agjendës reformave për këtë periudhë, shpreha më adekuate që kemi gjetë ka qenë raste të humbura ose mundësi të humbura. Për arsye se siç e përmendi edhe Njomza, 2 marrëveshjet nuk u ratifikuan në këtë periudhë, u ratifikuan në shkurt të këtij viti fatmirësisht, por se u vonuam shumë me ratifikim, duke qenë se agjenda e reformave e Kosovës u miratua në tetor të 2024-s, për herë të parë u vol në votim në 4 dhjetor të atij viti, pra kemi mbi një vjet të humbur për arsye të problemeve politike që vetë se diskutuam. Si pasojë e kësaj, para pagesa prej 7% apo rreth 61.8 milion euro nuk u ekzekutuan dot me kohë, u ekzekutuan tash së fundi para 3 javësh, por se me një vonesë të theksuar. Për 3 semestra, duke qenë se këto marrëveshje nuk kanë qenë të ratifikuara, ligjërisht pra kemi qenë në një situatë ku nuk mund të bëhet zbatimi i mirëfillt i kësaj marrëveshje. Pra qeveria ka mundur të marrë veprime për t'i përmbushur hapat që parashihen aty, por para atij dikim është njësoj sikur të kemi një kontratë dhe të mos e nënshkruajmë atë, pra nuk ka fuqi ligjore. Më në fund, këto 2 marrëveshje u ratifikuan me 104 vota më 13 shkurt të këtij viti dhe le të themi vetëm u hap dera për zbatim, ndërsa tani është përpara kemi maratonën e gjatë të zbatimit. Disa nga rekomandimet kryesore që i kemi në këtë raport është themelimi urgjent i trupave të zbatimit, veç se e përmendi Njomza se koordinatori kombëtar është mbruar, por kjo nuk është e mjaftueshme, duhet të ketë një komitet të monitorimit, duhet të sigurohet një shërbim auditimi e të tjera, pra disa nga trupat që parashihen në marrëveshje
duhet të themelohen. Ne kemi rekomanduar që të shkojmë një hap tutje nga kjo dhe të rekomandojmë krijimin e një task force speciale, duke qenë se vetëm jemi prapa 3 semestra, tani jemi në semestrin e 4 nga 7 sosh, dhe shumë nga hapat mbeten të pa zbatuara. Siç u përmend, ekziston një paralajmërim nga komisioni që në qoftë se nuk përmbushen masat e qershorit, rrezikojmë të humbim diku rreth 68.8 milion euro. Prandaj një task force speciale të përbërë nga pjesëtarë të ministrive dhe institucioneve të linjës që janë të specializuar, pra që kanë të bëjnë me agjendën e reformave, ne besojmë se do ta përshpejtonte punën e zbatimit. Po ashtu, me që përmendëm edhe afatin, duhet të ketë prioritizim të qartë të reformave të qershorit të 2025, pasi afati, pra grace periudha e tyre përfundon në 30 qershor të këtij viti. Kjo do të thotë se janë 47 ditë deri në përfundim të semestrit, pas të cilës përfundimisht humbën këto fonde. Siç e dim, kemi zgjedhje parlamentare përpara, pra nuk është se do të jetë shumë e lehtë. Si dhe kemi rekomanduar që të përpilohet një listë të ligjeve elementare që duhet të miratohen në kuvend, pra të kenë një lloj përparësie. Po këtu e kemi thënë edhe në raport, më lejoni ta theksoj edhe një herë që nuk bëjmë asesi thirrje që të ketë një lloj miratimi të përshpejtuar pa u konsultuar me publikun e gjerë dhe me shoqërinë civile apo duke i shkelur procedurat. Ne gjithmonë bëjmë thirrje për zbatim të mirëfillt të gjitha reformave, por se duhet ta kemi parasysh edhe elementin e kohës që nuk është në favorin tonë për momentin fatkeqësisht. Për ta pasqyruar më shumë këto mundësitë dhe rastet e humbura, përpara kemi një tabel. Në anën e majtë është potenciali plot të cilin Kosova do të mund të përfitonte në aspektin financiar nga plani i rritjes. Pra, në rastin më pozitiv të mundshëm, më 1 janar 2026, ne do të mund të përfitonim diku rreth 300.4 milion euro nga plani i rritjes. Deri më këtë datë ne kemi përfituar 0, për arsye se siç thash, nuk u ratifikuan marrëveshjes. Fatmirësisht, ndërkohë ato u ratifikuan, para pagesa prej 7% u ekzekutua, mirë por janë rreth 40 masa për 3 semestrat e parë, që në total pra u janë alokuar diku rreth 256 milion euro, prej cilave ne nuk kemi përfituar ende asnjë cent për arsye se pra nuk ka një, le të themi, raport zyrtar që përcakton se çka u zbatua dhe çka nuk u zbatua. Padyshim disa nga reformat janë zbatuar, por për arsye të krizave politike kemi pasur vështirësi të jashtëzakonshme në këtë fushë. Atëherë fushat kryesore të politikave të cilet janë monitoruar nga ky raport janë sundimi i ligjit me nënfushat reforma gjyqësore, lufta kundër korrupsionit si dhe lufta kundër krimit të organizuar, tranzicioni digital që përbëhet nga digitalizimi dhe siguria kibernetike, tranzicioni i gjelbërt me politikat e dekarbonizimit, eficiencës së energjisë dhe energjisë ripërtërishme. Në kapitalin njerëzor kemi arsimin dhe aftësimin profesional, si dhe në mjedisin e biznesit dhe zhvillimin e sektorit privat, e kemi mjedisin afaris dhe qasjen në financa. Ne nuk kemi qenë në gjendje që t'i mbulojmë të gjitha fushat, për arsye se, domethënë, kemi vetëm një ulëmtues, pra jam vetëm unë dhe në bashkëpunim me një ekspert të metodologjisë, i kemi zgjedhur disa nga fushat kryesore të cilët i mbulojmë dhe kemi arritur pra në këtë, le të themi. Atëherë do të hyj shumë shkurt në këto fusha dhe do t'i përmend disa nga reformat më kryesore që do duhet të zbatoheshin. Përndryshe në fletat që i keni përpara me QR kode janë raportet qoftë në gjuhën shqipe, qoftë në gjuhën angleze. Në qoftë se nuk e keni, mund t'ju sigurojmë në raportin e plot, pra kemi një pasqyrë më të plot. Sa i përket fushës së parë, fokusi kryesor në semestrin e tretë ka qenë miratimi i kodit civil. Siç e dim, ka pasur një debat të madh publik për një kohë të gjatë mbi këtë fushë, por kjo ka qenë përveç tjerash edhe një nga përgjegjësitë që vendi ynë i ka marrë përsipër me anë të zbatimit të agjendës së reformave. Dhe siç e dim, ende nuk është kodi civil nuk është miratuar në kuvend, ndërsa në semestrat e kaluara është paraparë edhe përdorimi i plot i sistemit SMIL nga
sistemi gjyqësor i Kosovës, si dhe kontrollet të integritetit për gjyqtarë dhe prokurorë. Në luftën kundër korrupsionit, reforma kryesore, pra masa reformuese kryesore ka qenë miratimi i strategjisë kombëtare kundër korrupsionit, edhe aty ka pasur disa hapa, por për shkak se një qeveri në detyrë nuk mund të miratoj strategji të reja, dhe për shumicën e vitit 2025 kemi pasur një qeveri të detyrë, nuk ka pasur rezultat konkret pra miratim. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur me strategjinë kundër krimit të organizuar, edhe ajo nuk është miratuar, edhe pse ka pasur progres në këtë fushë, pra për të gjitha reformat që flas, ka veprime të le të themi konkrete nga ana e qeverisë, duke krijuar grupe punuese, duke punuar në drafte, por në fund Bashkimi Evropian thotë a është miratuar apo jo. Do thotë është po ose jo, nuk ka le të themi një mes. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka qenë çdo herë për afër i vëzhguar nga shoqëria civile dhe unë e mirëpres monitorimin e agjendës së reformave. E mora vesh se ky takimi i tretë i këtij mekanizmi, ndërkohë që na sot do takimin e parë pas aprovimit vendimeve dhe kornizës ligjore për planin e rritjes të Këshillit Ministror për Integrime Evropiane. Do të thonë, ju po esni më shpejt si rezultat i mos blokadës. Do të thonë, ne jemi vonuar pikërisht për shkak të bllokimeve që i kemi pasur në proces e për cilat po besoj që do të kemi kohë të i bisedojmë. Unë, si thash, jam i kënaqur me interesimin për të diskutuar zbatimin e reformave, kompleksiteti dhe shumësia e reformave në kuadër të planit të rritjes, me do e mos kërkon partner të fortë, të cilët përpos që bëjnë monitorimin e zbatimit të reformave, na mundsojmë të komunikojmë më mirë e më qartë me qytetarët e grupet të ndryshme të interesit. Integrimi në Bashkimin Evropian dhe obligimet e marra krahas këtij rrugtimi janë në vetvete elemente që transformojnë shoqërinë dhe duhet të shihen nga të gjithë të tillë. Procesi i integrimit në BE është proces i gjithë shoqërisë, nuk është vetëm i qeverisë, por i gjithë aktorëve të shoqërisë, edhe në planin e reformave. Në 4 reforma, në fakt, janë për institucionet e pavarura, ndërkohë që një pjesë e mirë e hapave të planit të rritjes varen nga miratimi i ligjeve në kuvend. Si që dini, ne kemi qenë ndër vendet e parat që kemi përmbyllur negociatat me BE-n për reformat për planin e rritjes dhe patëm arritur që ta dorëzojmë të parët agjendën e reformave. Dhe nëse kuvendi do të ishte funksional, do të ishim sigurisht të parët që do të prinim edhe në përmbushjen e hapave. Por, pas vonesave që ishin vitin e kaluar, me 13 shkurt të këtij viti, kemi ratifikuar 2 marrëveshjet me BE-n, marrëveshjen për instrumentin dhe marrëveshjen për Huan. Dhe së bashku edhe me caktimin e koordinatorit kombëtar për instrumentin e rritjes, është kompletu korniza ligjore, me rast edhe kemi pranu parafinancimin në prill në vlerë prej 61.8 milion euro. Korniza ligjore është përcaktuar dhe në 3 nivele po mbajmë diskutime. Unë po marr pjesë në të 3 nivelet, edhe në atë politik, edhe në atë teknik, edhe në këto politike që ta kemi sot të parin, dhe nëse nuk ka bëj në muajin që vjen, do ta kemi edhe komunitetin monitorues të përbashkët me Bashkimin Evropian, kështu do të mbyllet cikli i parë i 3 shkallësh i takimeve. Me rast do të jemi në gjendje që të kemi një vlerësim më të qartë të situatës, edhe pse gjendja dihet për shkak se
reformat janë të tilla, ashtu që janë të lidhura me afate kohore që janë publike dhe dështimi në përmbushjen e tyre dihet lehtë. Si dini, pakuja e planit të rritjes për Kosovën ka vlerën prej 882 milion euro. 2/3 e kësaj shume do duhej të përmbusheshin deri në fund të këtij viti, ose në vlerë diku rreth 590 milion euro. Me vonesat të cilat i kemi, ne sidomos në pakun e ligjeve të cilat nuk arritën nuk do të arrijnë me kalu ndoshta deri me 30 qershor, për shkak se tash vetëm dihet që kuvendi është i shpërbër. Tashmë rrezikohet një pjesë e tyre, për çka sot edhe do ta komunikojmë në takimin e parë të Këshillit të Ministrave ku merr pjesë edhe kryeministri. Plani i rritjes, si e dini, nuk është vetëm instrument financiar, por edhe mekanizëm për integrim ekonomik në BE, duke hapur mundësi për konvergjencë me tregun e përbashkët të BE-s, përfshirë edhe antarësimin në SEPA. Ne në dhjetor të vitit 2024, si që dini, po të ndërgu 3 ligjet për sekretarët që ishin për të bërë antar të SEPA-s. Gjykata të gjitha ajo paku pa dërgu në gjykatë kushtetuese, ndërkohë që gjykata kushtetuese morri më shumë se një vit, deri në janar të këtij viti nuk pat përgjigje dhe u rrëzuan 2 nga këto ligje për procedurë. Ndoshta mund të kishin një përgjigje shumë të shpejtë prej gjykatës për këto 2, ashtu duke ditur edhe koston e madhe vjetore në transaksione që sipas përllogaritjes të ekipit ekonomik gjerman në Kosovë shkon afër në 60 milion euro, duke mos përfshi këtu edhe kohën që humbet në transaksione, në pritje. Por të 2 ligjet e vaj për shërbimin e pagesave cili kaloi në 3 prill, i cili u dërgu në kuvend, por edhe ligji për parandalimin për ligji kundër pasrimit të paras dhe financimit të terrorizmit u dërgua në kuvend, por nuk kalua nga kuvendi, çka e bën të vështirë tashmë hyrjen në fuqi të SEPA-s këtë vit, dhe kjo një kosto tjetër nga blokada në kuvend. It's a pleasure. Thank you for inviting me to this discussion about your report. I want to thank, first of all, GLPS for organizing this event, and I want to stress that this national consultation mechanism which you created is of great importance for the reform agenda. We have supported similar structures all across the region, all across Western Balkans. It is crucial to monitor, to look at the fingers of the government, to promote transparency and indeed help ensure that these reforms which the governments across the region committed to translate into real change for the people. I want to as well stress the point that indeed Kosovo is firmly part of the overall framework which the European Union put to the disposal of the region to accelerate reforms and accelerate Western Balkans integration into the European Union. Kosovo is on equal footing there and equally enabled to advance in the integration path and use all the financial means as all other 5 Western Balkan countries. So that is essential, and indeed initially Kosovo has used this very well and was a front runner. Now we are where we are. You mentioned it, and I will get back to this as well.
What we have seen over the past months are two key developments in the context of the reform agenda and the reform and growth facility. First is the ratification of the facility and loan agreements in February with the new parliament, which actually allow us really to step into a formal phase, because until then we were only informally monitoring, informally analyzing the whole machinery which we have there in the EU office in support of the reform agenda and overall Kosovo reforms was informally looking, colleagues were informally looking at what's happening and how it is developing, but now thanks to the ratification we can actually move towards the formal phase. As well, Yeton mentioned it already, the pre-financing from Brussels has arrived, so as well the financial means for Kosovo to accelerate their reforms are there. It's over 28 million euros disbursed directly to Kosovo's budget, and another 33 million euros are ready to go for projects through the Western Balkans investment framework. The second key development which has happened, and I want to congratulate Yeton as Kosovo government chief negotiator and national RGF coordinator, is precisely that he was appointed, and that Kosovo is progressing with establishing the interinstitutional system for RGF implementation, because indeed this is, as Yeton as well said, a whole of government and whole of society approach which needs the necessary structures. It is not merely a procedural step, it is indeed a very essential prerequisite for Kosovo to formally advance, have the coordination between ministries, and then as well formally report on its progress, request disbursements, and ultimately deliver on commitments. Vërtet që situata politike është jashtëzakonisht fatkeqe dhe kjo drejtuarja e zgjerimit dhe mundësitë për shtetet e Ballkanit Perëndimor besoj nuk do të jenë tërkohën aty. Prandaj elita jonë politike vërtet duhet ta ketë këtë parasysh që të evitohen krizat e njëpasnjëshme, siç ndodhin nga shkurti i vitit të kaluar.